Përshëndetje zëri kryeministër. Ju keni deklaruar që kjo nuk është amnistësi fiskale. Nëse nuk është e tillë, si do përfitojnë bizneset? Faleminderit. Atëherë dallimi është shumë i thjeshtë dhe shumë i qartë. Siç e thash edhe në hyrjen time, këtu bëhet paqe me të gjithë ata të cilët nuk janë në konflikt aktualisht me ligjin në Republikën e Shqipërisë. Pra, nuk janë në procese penale të hapura, nuk janë në procese gjyqësore të hapura, të cilat afektojnë legitimitetin e të ardhurave. Kaq e thjeshtë është. Dhe për gjithë pjesën tjetër është siç tani më shkruhet në ligjin e miratuar. Nëse sipërmarrja dëshiron t'i rikthehet pasqyrave të deklaruara në vitet e mëparshme dhe të paraqis pranë administratës tatimore pasqyra të reja ku ka vetë korrigjim të ardhurave, atëherë do të paguaj vetëm 5% të fitimit të ri. Dhe kështu do të formalizoj atë pjesë të ardhurave që nuk e ka në pasqyra. Është shumë e thjeshtë, nuk ka fare asnjë komplikim. Përshëndetje. Atëherë përveç bizneseve që kanë këto probleme ligjore, po themi, të gjithë subjektet e tjera do përfitojnë nga kjo paqe fiskale dhe fshirja detyrimit tatimore doganore? Dhe çfarë kriterësh do të plotësojnë këto? Nëse kanë një kriter specifik? Asnjë kriter në kuptimin të posaçëm. Në rast se nuk janë në konflikt me ligjin aktualisht, pra në rast se nuk kanë procese të hapura ligjore apo në rast se nuk kanë rekorde ligjore që vënë në dyshim legitimitetin e sipërmarrjes, pra 99.99% e sipërmarrjeve përfshihen në këtë që thash, që nuk i kanë këto probleme, do të përfitojnë nga paqja fiskale. Natyrisht që këtu jemi duke folur për sipërmarrjen e mesme dhe të madhe. Sepse kur vjen puna tek biznesi i vogël nuk ka fare tatim fitimi. Kemi të vetmin vend në këtë kontinent ku biznesi i vogël nuk paguan tatim fitimi. Dhe do të vazhdoj të mos paguaj tatim fitimi deri në vitin 2029, sikundër ne e kemi premtuar. Kjo e ka ndihmuar biznesin e vogël të fuqizohet, shifrat e tregojnë këtë, është shumë e qartë. Dhe nga ana tjetër, sigurisht që sfida e administratës tatimore është që të mos lejojë që ato bizneset të cilat janë mbi kufirin e 140.000 eurove xhiro në vit, të qëndrojnë nën kufi për të sjell me ligjin si bizneset vogla, ndërkohë që në fakt janë bizneset mesme ose të mëdha. Dhe në këtë aspekt sigurisht që nuk do të ketë asnjë tolerancë në të gjitha rastet kur kjo gjë do të verifikohet. Pra, duhet jetë shumë e qartë që të gjitha ato biznese që janë rreth pranë atij kufiri do të jenë target i veçantë i administratës tatimore. Dhe mbi ato biznese
administrata hetimore do të ketë një plan të veçantë për të verifikuar legjitimitetin e deklaratave të tyre. Ndërkohë që për gjitha bizneset që janë mbi atë kufi të deklaruara, interesi i paqes fiskale është shumë i madh. Është shumë i madh sepse krijon një hapësirë shumë të favorshme vetë korrigjimi për të formalizuar veten deri në fund. Dhe në këtë aspekt nuk ka asnjë pasojë përveç se pozitive. Kuptohet shumë qartë që ajo që thash është vija e kuqe. Në rast se nuk ke probleme të hapura me ligjit. Në rast se nuk je në konflikt me ligjin, në konflikt të shpallur me ligjin, je plotësisht i legjitimuar që të nënshkruash paqen fiskale me qeverinë. Dhe tjetra që paraprakisht ti si biznes të dakordsohesh me administratën hetimore për nivelin e fitimit vitit, është shumë e favorshme. Është shumë e favorshme. Kështu që e gjitha kjo, siç e thash në fillim, nuk është një shpike, është një instrument i përdorur që në kohën e Romës. Dhe një instrument që jep rezultat për gjithë ata që e përdorin duke besuar në dobinë e tij. Faleminderit. Përshëndetje zoti kryeministër, zoti ministër, zonja Adelina Ibrahimi. Nga bota e real estate-it, një falënderim për më në fund miratimin e ligjit të rivlerësimit të pasurive të paluajtshme, i cili besojmë që do të japë një frymëmarrje shumë pozitive transaksioneve imobiliare. Dhe duke u nisur nga kjo, një pyetje, diçka që ne në fakt si industri edhe nëpërmjet shoqatës tonë area e kemi shtruar disa herë dhe lidhet me pikërisht me tatimin mbi në transaksionet imobiliare, pra 15% tatimin e fitimit mbas shitjes. A mendoni që mund të ishte ndonjëherë një iniciativë për të marrë në konsiderat ulja e këtij